Rruga e zonës Shinovlash sektori Rinia, që shkon drejt plazhit, degradon çdo ditë. Është një rrugë e mbushur plot gropa, ku gjurmët e asfaltit po zhduken, ndërsa kanalet anësore po mbushen me inerte dhe ujërat në to janë të paqarkulluara. Janë bërë protesta, por me sa duket nuk është parasyshme që ajo të riparohet në sezonin turistik veror, ndoshta në sinë e dimrit do të kujtohet ndonjë zyrtar. Të dashur teleshikues të Adrianet Televizion, ndodhemi në rrugën që lidh Shinovlashin me zonën e plazhit të sektorit Rinia. Rruga është lënë krejtësisht pasdore, e rënuar, është gjithë çakull, gropa, ndërkohë bizneset që janë afër kësaj rruge dëmtohen nga lëvizja makina dhe pluhuri. Në biznesin që ndodhet parapanesh, tavolinat jashtë janë bosh, me gjithë temperaturat e larta që janë mbi 30 gradë në këtë moment. Ndërsa klientët janë detyruar të futen brenda për shkak të ambientit të papërshtatshëm, tu kanë ndodhur disa protesta dhe këto protesta nuk janë marrë asnjëherë parasysh për shkak se në këtë zonë që është zonë jetike për turizmin e Durrësit, për shkak se në plazhin Rinia shkojnë me mira njerëz dhe frekuentohet mjaft nga banorët zonës po dhe jashtë Durrësit, sot ke një rrugë me çakull, një rrugë gjithë pluhur dhe nuk di se kur do të vijë dorë në këtë rrugë. Janë kamionet të rënda ata që ndikojnë në rënimin e rrugës, pasi shtresa e asfaltit ka qenë tepër e hollë për mjetet e tonazhit të vogël. Ja prapanesh edhe kamionet e rënd, të cilët e kanë rënuar këtë rrugë, dhe këto janë të përditshëm në sasire shumë të mëdha, për shkak se zona ka grumulluar shumë magazina të ndryshme, por që dhe dërgojnë ngarkesa në zonat e plazhit ku po bëhen ndërtime. Shikojini gjendjen dhe deri tashmë jo vetëm që dëmtohen kamionet, është dëmtuar dhe rruga, po është dëmtuar dhe ekonomia. Si kjo rrugë janë dhe shumë rrugë të tjera, në pritje që të kujtohet dikush në administratën shtetërore për riparimin e tyre.